Ju përshëndes shikues nderuar televizionin shqiptar të Amerikës. Jemi në emisionin Malësi e Madhe për llëmbët e Sar. Në këtë emision kemi sjell emisione të gëzueshme, por edhe ndonjëherë të trishtueshme siç është ky sotmi. Shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin një kontribut të shkëlqyer për çështjen mbar kombëtare shqiptare. Diaspora që vjen nga Malësia me trevat që janë në Malnezi, vazhdimisht kanë dhënë një kontribut veçantë. Ata janë bashkuar diasporës vjetër këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe konkretisht Michigan dhe New York, ku ka qenë dhe qendra e aktiviteteve të tyre. Çdo një vit, shoqat, organizat kanë dhënë kontributet. Sot do të flasim për një individ i cili është shuar për kontributet e tij adhetare kombëtare shqiptare. Ka dhe gjëra cilësore të cilat ne do t'i bisedojmë me të ftuarin që kam sot, dhe mendoj se është mirë që për personat të cilët kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin kontribute, neve jo t'i kujtojmë kur ata largohen nga kjo jetë, por të flasim vazhdimisht, sepse duke qenë gjallë ata, neve japim motivim dhe ata kanë edhe japin sjellin aktivitete dhe ide të ndryshme. Sot, fatkeqësisht, ju jap lajmin se para disa ditësh është ndarë nga kjo jetë Kol Goçaj, i cili është nga fshati Helmës i Hotit të Malësisë së Madhe, një aktivist i shuar. Unë kam pasur fatin ta njoh dhe aktivitetet e tij t'i shikoj vetë, por për të folur për rrejnë të familjes tij, për të folur me intimitet dhe për të folur me përgjegjësi historike, unë kam ftuar gazetarin e minjor të Zërit të Amerikës, Djeg Gjon Lekaj, tashmë njihet një patriot, aktivist i shuar. Në këndvështrimin tim është një nga shqiptarët më aktiv që ka qenë dhe vazhdon të jetë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më njohës i mirë i botës shqiptare. Zoti Gjon Lekaj, të përshëndes, mbet qefi që rishikojmë përsëri së bashku, edhe pse për një eveniment që është i trishtuar, po ndonjëherë këto trishtimet marrin dhe atë kaun e tyre pozitive. Faleminderit për mundësinë që po më jepni për të thënë dy fjalë për të njerin Kol Goçaj, dhe ashtu si që thatë edhe ju, Ismail Kadare ka thënë, bile ka shkruar një libër shumë të famshëm, Ra ky morte u pam. Edhe na shqiptarët shihem ma shumë në morte se pothuajse në gjitha ngjarjet tjera, është natyra e dhembjes, e humbjes, e dëshpërimit dhe të shumë vështirësive tjera që sillin vdekjen. Dhe kjo vdekje, jo për moshën, sepse ishte i shtyrë në moshë Kola, por për aktivitetet e tij, për atë dashurinë e tij, për sjelljet e mira shoqërore kombëtare, ai u përmend këto ditë pothuajse në nivelet më të respektueshme të një malësori që mund të ketë dekur këtu në Shtetet e Bashkuara. Zoti Gjon Lekaj, juve jeni i hershëm këtu dhe aq më tepër që jeni një aktivist i shuar në komunitet. Diaspora shqiptare këtu ka qenë e hershme. Fati e solli që malësorët të vinë mbas viteve 1960 dhe kryesisht në Detroit. Si u lidhen malësorët me aktivitetet kombëtare, adhetare shqiptare, pasi vinin në Jugosllavi dhe një pjesë mendonin ndryshe për Shqipërinë komuniste, një pjesë mendonin me mentalitetet tjera. Malësorët u angazhuan dhe filluan bashkëpunimin, po jo të gjithë. Disa malësorë me ndjenja të forta adhetare kombëtare shqiptare, po sa u vendosën këtu në Shtetet e Bashkuara, filluan bashkëpunimin me diasporën e vjetër shqiptare që ishte këtu shumë dekada përpara, dhe prej tyre ata mësuan shumë për adheun, për Shqipërinë, për historinë, për të kaluarën, për demet që janë bërë gjatë politikave të ndryshme popullit shqiptar, ndarjet e tjera dhe Kola u bashkua menjëherë me këta patriot shqiptar të pas luftës dytë botërore dhe veproi me ta për një kohë të gjatë dhe ishte shumë aktiv në festimet e flamurit, ma vonë në themelimin e organizimit të ngritjes së Malësisë dhe festimeve tjera, po ishte diçka i veçantë. Zoti Gjon Lekaj, mund ta flasësh pak për rrënjët e familjes të Kol Goçajit?
Po, këta janë të njohur në Malsi dhe në pjesë të madhe të Shqipërisë Veriore si familje patriotike. Bile, një prej tyre ka qenë luftar i dalluar në kryenvitin e Malsisë, Kolmar Ashbata, i familjes së tij, i cili ia vra me 1911 në qepur të Hotit, dhe emri i tij sot është i shkruar me herojt më të përmendur të Malsisë Madhe. Bile Algjerç Fishta e përmend me njëherë në këngën Dexho Luli, personazhi numër 2 pas Dexho Lulit është Kolmar Ashbata, që është i familjes tyre, dhe këta janë dalluar gjithmonë për çështje kombëtare edhe kanë pësuar shumë, domethënë janë vrarë lufta me turkun, janë përsekutuar, dënuar nga slavët, domethënë nga Jugoslavitë e përparshme, dhe sidomos në vitin 81 kanë pësuar rend, për arsye se këta ishin aktiv në lëvizjen e Kosovës për pavarësi, për liri e demokraci, kështu që edhe u dënuan. Bile babë djalë janë dënuar atje, baba i Kolës, Prek Gjoni, dhe vllau i tij Doli janë dënuar me vite burg në vitet 81, se gjoja u kanë pas gjetë në shtëpi libra të botuar në Shqipëri dhe për aktivitetet e Kolës këtu në Shtetet e Bashkuara. Dhe Kola dënuar disa herë me burgime, me vështirësina, dhe kanë kaluar ditë të vështira këta në kohën e Jugosllavisë, dhe mund të themi që ka qenë familja më aktive në çështjen kombëtare shqiptare, sidomos për lirinë e Kosovës. Këta kanë dhënë shumë, kanë kontribuar shumë, kanë folë shumë dhe nuk janë trembur. Bile një bashkëpunëtar këtë ditë më tha që atë ditë që ia vorrua baba i tij, Prek Gjoni, i ambulua arkivoli i tij me flamur shqiptar. Flasën për vitet e hershme të diktaturës jugosllave, por ata ma bona të janë dënuar në mënyra të ndryshme, janë thirrë në sigurimin jugoslave në shtet, për arsye se këta kanë qenë natyrshëm kombëtar, organik. Domethënë kanë qenë natyrshëm, kanë pas çështje shqiptare të natyrshme dhe s'ka pas kur gjë artificiale në veprimtaritë e tyre, vetëm kombëtare shqiptare sipas traditës dhe vendit, dhe kanë qenë bamirës. Për shembull, më ka thënë një bashkëpunëtar i familjes Markmirit dhe Kolmirit që gjatë fundit të luftës së dytë botërore familja pësuan rend, sepse i kishin futur në burg Kolmirin edhe Markmirin, dhe nuk dihej se kur kanë dalë, dhe kishin mbetur tokat djerë, tokat e familjes tyre, se s'kishte kush me i punua. Mirë po Prek Gjoni, baba i Kolës, kishte organizuar disa bashkëvenda tij dhe dolën në fshatin e tyre në bardha i Hotit dhe punuan tokën, e mbjedhen të gjitha të mbjedha dhe e punuan si me qenë toka atyre. Pa bile thonë që edhe nuk ndaleshin për dreka, për darka, që u vinte keq për familjen e Markmirit dhe të Kolmirit, sepse ka pësuar shumë rend nga diktaturat e kohës komuniste. Pra domethënë ka qenë aktiv. Bile në shenjë respekti, baba i Kolës kishte zakumar Kolmirin në vitin 81. Edhe duhej të dilte për pak gzim të fëmijët atje, mirë po i thanë mos shko, se ke rreziqe se Prek Gjoni është në burg dhe djali i tij është në burg dhe mund të burgosin edhe ty. Ai tha, jam nis tash, s'kthehet, bëhet çka të bëhet. Domethënë kishin këta lidhje të forta edhe familjare, po dhe afër kufirit aty kishin lidhje dhe me njerëzit e Shqipërisë, kanë pas lidhje të mëdha familjare me Shqipërinë, sidomos me Kastratin, me Kelmenin e këto vise të tjera, dhe janë absolutisht familje shumë nderuar në aspektin kombëtar, shoqëror, dhe kur nuk i kanë sjellë kujt ndonjë të keqe, ndonjë kokësharje, ndonjë problem, por vetëm gjithmonë mirë kanë qenë ati. Të falenderoj shumë për përshkrimin jashtëzakonisht të shkëlqyer të familjes së tyre. Do flasim për
Kolën. Unë kam pasur disa herë mysafir dhe do t'i transmetojmë këto bisedat që kemi bërë dhe ju ka rëfyer disa gjëra, por cili është këndvështrimi juaj, zoti Gjon Lekaj, për veprimtarinë e rrjedhën e historisë në vite në diasporë të Kol Gojçajt, ashtu si që kini ju në kujtimet tuaja? Unë mbaj mend në vitet 80. Në vitet 80 të shekullit kaluam, filluan malsor aktivitetet dhe fushatën për ndërtimin e kishës Shën Palit në atë vendin ku ka qenë më përpara. Po Kola, themi të drejtën që ishte aktiv më shumë se asnjë tjetër që të themelohej kjo qendër dhe kjo kishë në Michigan. Dha kontributet e mëdha bile, ai më ka thënë se $50,000 të e para për blerjen e tokës i ka vu ai peng, dhe natyrisht se ata ja kanë paguar më vonë, por ka bërë çmos që të ndërtohet ajo qendër shqiptare dhe ka punuar natë e ditë, ka qenë shumë aktiv për ndërtimin e kishës Shën Pali dhe për bashkimin e shqiptarëve bile në 81-shin, në verën e 81-shit ku është bërë ceremonia e përurimit të asaj kishe. Këta kanë ftuar, ishin edhe tjerë bashkëpunëtorë të tij shumë aktiv, kanë ftuar të gjitha grupet e partitë politike e organizata shoqënore shqiptare me marrë pjesë në ceremoni, kanë ardhur prej gjithë anëve të Amerikës në ceremoni dhe janë bëj fjalime kryesisht për Kosovën. Bile disa pro-Jugoslav filluan të bërtasin mrena në sallë si protest kundër atyre që po flitej për tmerrin e Kosovës, dhe Kola me disa thanë daluni, se këtu kemi një hesap tjetër, dhe se janë vrarë rinia shqiptare në fakultetet e Prishtinës, kështu që ai ishte 100% i vendosur për çështjen e Kosovës, që në atë kohë ka qenë shumë rëndësishme dhe shumë jetike dhe ka vazhduar deri ditët e fundit të jetës, ka vazhduar me aktivitete. Për shembull, ky ka qenë ndër aktivistët më të njohur të Michiganit për ngritjen e fondeve për vendlindje dhe ushtrinë shkrimtare të Kosovës. Ka dhënë kontribute, punë të shkëlqyeshme, ka vajtur në Shqipëri sa herë me armatime të ndryshme, bile e kanë kërcënuar edhe për burgosi atje, Interpolli e tjera, po megjithatë nuk është ndaluar kurrë, ka dhënë kontribut dhe janë mirënjohës. Gjithmonë e kanë pritur në Prishtinë me nerime të mëdha, kudo që ka shkuar. Të gjitha ata prisit e luftës, duke filluar nga Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi e tjerë, është jashtëzakonisht kanë qenë mirënjohës për sjelljet e tij. Ky ka pas të natyrshme, ka pas një dëshirë të madhe që të lirohen toka shqiptare e pastaj të bashkohen, kështu siç ndodhi me Kosovën, u lirua dhe kur je i lirë, ndoshta edhe bashkohesh me Shqipërinë, kështu mendonte edhe për viset tjera, por me një fjalë është familje e veçantë, ka një histori speciale për çështjen kombëtare shqiptare dhe nuk kanë dëmtuar kur institucionet tjera, nuk kanë bërë propagandë kundër feve ose kundër grupimeve të ndryshme ose partive, jo, kanë vepruar në atë mënyrë që njerëzit nuk janë zemruar dhe nuk ka pas, Kola nuk ka pas, ka qenë dashamiri Shqipërisë pavarësisht regjimit që ka pas. Po ky nuk ka pas lidhje me njerëz të regjimit, me funksionarë të lartë. Kur nuk e kam dëgjuar që të thotë kam takuar dikan nga personalitetet e politikës shqiptare. Ky ka takuar familjarët e tij në malësi të madhe në Shqipëri, bile aktivitetet e tij janë të mëdha, sepse në konferencën e Rambujës, para se me fillua e njoftova, i tham do të shkoj në Rambujë për atë konferencë që po mbahet, më tha prit, tha se po shkojmë bashkë dhe kemi udhëtuar bashkë nga New Yorku në Francë, pastaj kemi udhëtuar bashkë në Shqipëri për vizitat e
sidomos të kampet të refugjatëve. Aslan Rusin e kemi vizituar si qendrën e më të madhe të refugjatëve, pastaj në Shkodër, në Kastratën, Viset, në Durrës, në gjitha anë kem shku bashkë, kem takuar, kem vizituar, unë edhe kam njoftuar për radion shqiptare të Amerikës për gjendjen e refugjatëve shqiptar, po ai ka qenë aktiv kudo që është dashur me qenë aktiv, domethënë nuk ka nguruar, ka kontribuar moralisht, por edhe materialisht. Zoti Gjon Leka, kemi disa gjëra që mund të flasim për të, pasi janë aktivitete dhe kontribute që ajo ka realizuar. Ajo ka qenë për disa vite kryetari i Këshillit të Kishës Shën Palit. Nga këndvështrimi juaj dhe i shoqërisë Bashkësisë Katolike, çdo të thotë, a është një vlerësim që të jesh kryetar këshilli i një kishe? Po, kjo është bile i këshillit themelor, të këshillit më të parë. Domethënë ka zgjedhur kryetar, për arsye se ka qenë shumë i dedikuar që të ndërtohet ajo qendër, të bëhet. Dhe më vonë atëherë nuk është përzi, ka kryer ato detyrat e tij se kryetari i këshillit, dhe atëherë ka natyrisht se kanë ardhur këshillet të tjera, ky nuk i ka kundërshtuar, absolutisht jo. Absolutisht nuk ka pas vetëm këte ka dëmtuar propaganda jugoslave, edhe nivelet më të mrapshta, shpifje të ndryshme, sepse ka qenë aktiv për Kosovën, për çështjen shqiptare në Jugosllavi, dhe për këtë është dënuar me shpifje të ndryshme, fjalë të rënda, megjithatë nuk ka ndaluar, ka vepruar njësoj. Edhe aty këtu gjenden edhe sot dhe kësaj dite që thot ka shkuar në Shqipëri, po edhe Nana Tereza ka shkuar në Shqipëri në kohën e diktaturës, ka shkuar edhe më vonë, sa herë më vonë, domethënë nuk ka qenë ndonjë tragjedi e madhe pse ka shkuar në Shqipëri. Këtë vajtjen e shumë bashkëdhëtarëve të tjerë që jetonin jashtë trojeve shqiptare, siç ka qenë pjesa e Kosovës, Maqedonisë, edhe ajo e trevave shqiptare në Malin e Zi. Ka patur rast që shumë bashkëdhëtarë kanë shkuar për vizitë në Shqipëri. Mbasi kanë shkuar atje, kanë marrë pjesë për festivale Gjirokastërës ose evenimente të tjera. Këta janë quajtur komunistë. A mund ta sqarosh si është e vërteta? Jo këndvështrimi juaj, po si ka qenë në realitet, sepse është gjuna që të marrësh thjesht atletar e të marrësh një turp, një novk që nuk e ke, që nuk e meriton. Kur je aktiv në çështjet të rëndësishme që siç ishin çështja e Kosovës, ishte jetike. Duhej në mënyrë absolute kush kishte ndjenja kombëtare që të mbronte të vepronte. Them drejtën që komuniteti i Michiganit, duke pas pris, siç ishte Kolgoj që ka dhënë kontribute të shkëlqyeshme për lirinë e Kosovës dhe pavarësinë më vonë. Do thotë kanë qenë aktive në greva urijet, në kontribute, në lidhje politike me senatore, me deputet të dhomës përfaqësuesve, me personalitetet më të larta, për shembull kanë bërë aktivitete të mrekullueshme dhe Kola mund të quhet shtylla kryesore e lvizjes së shqiptarëve të Michiganit dhe të Amerikës. Nuk ka demonstrat që është bërë në Washington ose në Chicago, New York që s'ka marrë pjesë. Me gjithë vështirësi që i kite natyre e ultimeve të këto, ai ishte aty dhe them drejtën që këta meritojnë, sidomos tashti me humbjen e tij, meritojnë nderim dhe respekt nga gjithë bota shqiptare, veçanërisht nga komuniteti i Michiganit, ku ai ka dhënë kontribut të shkëlqyeshëm për ato institucione që veprojnë sot, dhe kur nuk ka kërkuar shpërblim. Domethënë nuk ka kërkuar kur një lloj lavdije ose diçka personale në këto drejtime, ka marrë pjesë. Ka qenë jashtëzakonisht i vendosur në çështje kombëtare dhe këtyne u shkon për tradit, natyrisht edhe Hotit i shkon për tradit çështja kombëtare, nderohet në gjithë Shqipërinë, sepse këta janë fisi i nderuar, shumë i respektuar në gjitha anët e botës shqiptare dhe vllazëria
Gojqa është ka humë një prej burrave më sillshëm, më adhmetar që ka pas Malësia dhe në përgjithësi shqiptaria, për arsye se ky ka marrë pjesë për shembull kur është bërë lufta e shqiptarëve në Maqedoni, ky ka qenë shumë aktiv. Po ashtu në Preshevë ka ardhur në Ledhe, ka kontribuar financiarisht për luftën e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Po ashtu edhe në luginën e Preshevës vinte, diskutonte, kontribonte, vinte në demonstrata për ta dhe nuk di aktivitet kombëtar që mos ke marrë pjesë ku Gojqa. Aq i vendosur ka qenë, aq i mirë ka qenë. Bile, më kujtohet pjesëmarrja e tij në Kalkut në varrimin e Nans Tereze, erdhi me grupin e Michiganit, po ai bani diçka që nuk e velim në tjerë. Mbante në dorë flamurin shqiptar tërkohën. Dhe kamerat televizive detyrimisht ja drejtonin atij kamerat sepse kishte flamurin shqiptar, më treguohet botës huaj që kjo ka qenë shqiptare. Domethënë ishte i veçantë ky. Dallohej edhe aty atë ndjenjen e tij kombëtare duke mbajtur flamurin në dorë në gjitha ceremonitë e Nans Tereze në Kalkut. Përsëri kjo tregon se sa shumë e kanë dashur flamurin, historinë kombëtare, pastaj edhe fenë, sepse ai sikur të ishte antifetar, nuk do të kishte shkuar në varrimin e Nans Tereze në Kalkut të ndis. Pra janë gjitha këto që e pajnë burë të përmendur dhe duhet si i tillë të kujtohet nga brezat e arshëm, për arsye se ka vënë edhe këto që shihen sot fjala vjen në Malësi për parimet e mëdha që janë bërë disa drejta kombëtare të tjera, dhe aty ka dhënë kontribut të shkëlqyeshëm, ka pas lidhje të mëdha me deputetët e Kongresit Amerikan, me senator, me governor, me shumë personalitete të shquara pastaj të botës shqiptare, po ashtu ka pas lidhje dhe nderime dhe si të tilla ata duhet të jenë krenar familja dhe farefisi e vllazëria e tyre për këtë edhe gjithë malësorët dhe shqiptarët në përgjithësi, se për arsye se ka bën vepra të mëdha për çështjen kombëtare në veçantë. Zoti Gjon Leka, pak më parë juve thatë se propaganda jugoslave shpifte, hapte fjalë të ndryshme për të goditur aktivistat. A mund na shtjellosh pak, ndoshta edhe me ndonjë fakt, këtë dije dhe a është dhe sot kjo propagandë nga slavët këtu në Amerikë kundër shqiptarëve? E keqja ka qenë sepse jugoslavët përdornin shqiptarët kundër shqiptarëve. Dhe mbaj me një herë kur mbajt një demonstrat në Detroit, ata kishin prunë fiqen, makinën e tyre të njohur qesharake, dhe ekspozonin aty në një prej parqeve të Detroitit, dhe aktivistët e atëhershëm shqiptare e dogjen atë automjet aty për aty, dhe fillojnë një rrahje e madhe mes malësorëve, për shkak se ishte grupi pro-jugoslav që pronte makinën jugoslave, kurse grupi anti-jugoslav e dogji, dhe ndërhyrje policia bile kanë transmetuar pothuajse gjitha kanalet televizive të Michiganit pjesëmarrjen e shqiptarëve dhe ngatërresën e shqiptarëve pro dhe anti-jugoslav. Themi të drejtën që i kanë qenë rryma aq të rrepta, të lidhura me Jugosllavinë, të fuqishme, të mrapshta, anti-shqiptare, anti-adhletare, anti-flamur, çdo gjë nuk përmendej, domethënë s'mund të flisje një fjalë të keqe para disave se të kërcënonin edhe me jetë. Nuk ka qenë, për atë kohë nuk ka qenë punë e lehtë, sepse në atë kohë Jugoslavia ishte shteti privilegjuar në Amerikë, trajtohej mirë ekonomikisht e politikisht, dhe këta e kishin shumë të vështirë veprimtari, sepse Shqipëria ishte e mbyllur dhe nuk mund të përfaqësonin ashtu si dëshironin ata, por shumica kanë qenë, nuk e kanë bërë për regjimin, po e kanë bërë për atë dhe dashurinë. Këto shtresat për cilët ju folët që kanë pasur probleme njëra me tjetrën, gjatë viteve, a u ndërgjegjësuan edhe a kanë reflektuar gjatë kohës të luftës Kosovës?
kanë dhënë kontribut? Ata që e kanë respektuar, që i kanë dashur që Kosova të bëhet shtet i pavarur, kanë dhënë kontribut, kanë dhënë për shembull mund të kenë shkuar nga Shtetet e Bashkuara gati 100 vjet në luftën e Kosovës. Por asnjë djalë i familjeve nacionaliste, antikomuniste që ishin këtu në Shtetet e Bashkuara nuk ka shkuar në luftë dhe as nuk ka kontribuar me financa. Këtu kanë kontribuar për shembull shqiptarët $100,000. Unë e di për shembull Red Jackli ka kontribuar $150,000 për një natë në fushat për Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Bruno Selimaj po ashtu ka kontribuar $150,000. Nazar Mehmeti nga Texas i ka kontribuar një natë në fushat $300,000. Janë mbledh për një natë $1,500,000, por nuk e ke as $1 të nacionalistëve antikomunistë shqiptarë të Amerikës për lirinë e Kosovës, ata ranë prej politikave. Pse ndodhi kjo? Pse ndodhi kjo? Sepse ajo politika e lidhjes demokratike të Kosovës ishte që mos me bën luftë, mos me pas ushtri, me bën paqe, dhe vetëm me paqe se s'ka rrugë dalje tjetër, edhe vulre, edhe ndërkombëtarët, sidomos amerikanët, se nuk ka liri aty pa luftë, dhe ata atëherë mënyra të ndryshme u jepnin direktiva udhëheqësve që përgatituni për luftë. Dhe këta nuk e donin luftën fare, sepse nuk jepnin kontribute financiare dhe nuk i angazhonin familjet e tyre edhe në ceremoni, për shembull kur është nisë Batalioni Atlantiku prej New Yorkut për në luftën e Kosovës, nuk e ke pas as një nacionalist ose një familje nacionaliste që thonë se ishin edhe antikomunist, nuk kanë marrë pjesë. So, kjo është penguese, është diçka që të shqetëson, pse këta u hoqen aq kombëtarë dhe në fund dolën. Domethënë rezultatet e tyre, puna e tyre është për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës është në nivelin më të ulët. Bile edhe ata bën propagandë kundër Ushtrisë Shqiptare të Kosovës të ndyrë. Domethënë me fjalë banale, qesharake, etj, sa që të neveritej dhe ne një kohë këtu kishim edhe duhet ishim të kujdesshëm sepse të sulmonin për këto qendrat e shqiptarëve, siç është Merkade, të sulmonin këta gjoja patriotët, nacionalista, antikomunista, bashkëpunëtorët e tyre po ashtu Jugoslav. So, ajo politika është dështuese, sado që i mundohen tashti, jo po lëvizja për paqe, lëvizja për paqe ka ato meritet e veta, por jo për pavarësinë dhe lirinë e Kosovës. Faleminderit zoti Gjon Lekaj. Folët pak më parë që zoti Kolgoqa ka qenë edhe krijuesi i fondacionit Vërlinjat në Thret. Nuk do ta kalojmë kështu këtë. Si ka ndodhur kjo me ato që juve dini dhe cili ka qenë roli i këtij fondacioni? Themeluesi i vendlindjes Thret për Michigan. Pavarësisht se nuk ka ullë kurrë në krye të vendit, por ka organizuar në mënyra të ndryshme. Për shembull në vitin 98 ishte një fushatë e madhe ku merrnin pjesë Tom Berisha dhe tjerë për vendlindjen Thret për Ushtrinë Shqiptare të Kosovës dhe më bëri telefon, tha të lutem leja ti jesh i pranishëm në atë fushatë. Kam qenë i pranishëm në Michigan në atë fushatë dhe sipas sugjerimeve të disa bashkëvenasve u mlodhën $30,000 dhe thanë mjaft për sonte. Kola tha jo, nuk dalëm pa kaluaj 100 mishin, tha nuk dalën prej kësaj sallë, ishte restorani dikuj. Dhe u shtym kështu me kohë të gjatë, edhe mlodhi në atë darkë, që ishte kola kryesori, $120,000. Kjo tregon se ai ka qenë serioz, pastaj ka qenë gati gjithmonë me udhëtuar në Shqipëri, edhe me fonde, edhe me armatime. Domethënë diçka i veçantë. Si tillë duhet nderohet jo vetëm nga malësia, jo vetëm nga diaspora,
por sidomos nga Kosova, shqiptarët në Maqedoni dhe Prishevë, si thash edhe më përpara, edhe aty ka dhënë kontribut. Dhe në këtë rast, them drejtën që malësia, diaspora, edhe komi shqiptar në përgjithësi ka humbë një prej bijve ma fisnik, ma trima, ma të ndershëm, ma të sjellshëm, ma adhetar që mund të ketë pas bota shqiptare dhe shfrytëzoj rastin të shpreh ngushtimet familjes së ngushtë, farefisit dhe gjithë vëllezërisë Gojçaj për një burr të përmendur siç ka qenë Kol Gojçaj. Zotë Gjon Lekaj, nga kultura juaj e përgjithshme, si do të trajtonit në përgjigjet të pyetjes që unë do bëj? Neve në përgjithësi nga eksperiencat që kemi, mbasi vdesin njerëzit fillojmë me flasim për ta. Kur janë gjallë nuk flasim. A mund të juve të argumentoni pse ndodh kjo, edhe është fenomen shqiptar apo është fenomen njerëzor? Jo, është fenomen njerëzor, them drejtën. Edhe bota tjetër kështu ka, por në vdekje pushojnë ato zemrat, ato inatet, ngatresat, zakonisht në vdekje duhet pushojnë. Nuk do të thotë që nuk do të vazhdohet më me thënë vërtetën. Mirë, po janë natyrën njerëzore, shumë herë është xhelozia, epërsia, dëshira me qenë i pari, jo i mesmi ose i fundit, dhe këto janë ato që i shtyjnë, për shembull, kjo shihet kudo dhe vretë dhe shoqëni tjera dhe por kjo aktivitetet e njerëzve, veprimtaria normalisht nuk tregohet aq shumë, tregohet ato ditë të vdekjes, po jo aq shumë sa është gjallë. Ata që seriozisht kanë vepruar, brezat e ardhshëm, dietarët, historiantë, gazetarët, politikantë, do t'i vënë ndukje një nga një, sepse hapin histori, hapin fletët e historisë, publicistikës saj kohe, dhe shkruajnë për këto, populli ta kthen, domethënë, nëse kemi vepruar për të mirën e çështjes kombëtare, herët ose vonë populli ka për ta shpërblyer, se populli është zoti i tokës. Nuk është politika, është populli që mbetet gjithmonë aty dhe personalitetet politike vinë e shkojnë sipas momenteve të historisë, sipas ngjarjeve, sipas sistemeve ndërkombëtare, kombëtare, kështu që ky do të studiohet dhe do të shkruhet për te, sepse ka vepruar tan jetën e tij për të mirën e çështjes kombëtare. Në përgjithësi, ky ja ka kushtuar jetën jo vetëm diasporës ose malësisë, po gjithë komi shqiptar. Të falenderoj shumë, Zoti Gjon Lekaj, për gjithë informacionet që juve sollët për shikuesit. Kishte diçka tjetër për të shtuar? Jo, vetëm e ndjej veten keq që nuk marr pjesë në funeralin e tij, sepse meritonte. Unë e kisha shumë dashamir, shumë mik, shumë besnik, shumë sjellshëm. Kemi udhëtuar bashkë, kemi vepruar bashkë dhe kur nuk kem pas mosmarrveshje ndërmjet nesh, sepse jem lidhur te çështja kombëtare dhe aty ka qenë, kemi qenë shumë dakord. Për shembull, i mbaj mend një herë që në një fjalim thash, e shihni atë fotografia, që ishte fotografia e Ukshin Hotit në demonstrat, pas se kishte humbur. Edhe duhet të ketë origjinën prej fisit Hotit, thash. Dhe Koli si shkuan lot, i shkuan lotët për Ukshin Hotin. Ndërsa unë po flisja, ai lotonte si me qenë e familjes tij. Domethënë kjo ka qenë ajo, nuk e ka penguar as rajoni, as krahina, as jugu, as veri, as muslimano, katolik, ortodoksi, ka pranuar gjithë njësoj shqiptare dhe ka që edhe shumë herë edhe është njerëzua në rrethet e ndryshme se ja kanë mohuar të drejtën e flamurit, për shembull, dhe është ngatruar edhe keq me njerëz në momentin që është kundërshtuar flamuri shqiptar, këta kanë qenë për flamur, domethënë
mund quhen flamurtarët e kohës moderne shqiptare. Të falenderoj zotin Gjon Lekaj. Është vërtet, unë kam pasur kontakte me zotin Kol, kemi qenë protesta në Washington DC, New York, këtu në Detroit. Ai ishte një njeri shumë i thjeshtë dhe për mendimin tim, shikues të nderuar, thesarit të Malësisë i është shkëputur një yll, ka shkuar në përjetësi, por vepra e tij do të jetë burim frymëzimi për brezat që vinë në mënyrë të vazhdueshme dhe kjo do të jetë mëse e vërtetë. Ndesha shtoj edhe diçka që ky në jetë ka hapsur shumë. Ka humbur 2 djem në moshë të re. Bile në djalin e tij ka marrë pjesën në varrimin e djalit të tij në Michigan para 20 sa vjeç kur ktheu qafën në Gjoni. Ma vonë djali tjetër, pastaj vllazërit, ka pas rreziqe në familjet natyrës njerëzore, por përsëri këto i kanë rënduar në moshën gjitha këto, të janë pjesë e jetës së dhimbshme familjare të tij që i ka përjetuar. Fakti që ne po flasim së bashku dhe folëm në emision, flasin shumë njerëzit edhe në vendet tjera tregon se ai ka qenë një personalitet, një veprimtar i palodhur që është kombëtare shqiptare dhe vepra e tij duhet të respektuar dhe duhet vazhduar qysh nga fëmijët, niprit e tij e deri tek ne shqiptarët e tjerë, pasi ishte shumë i dashur, shumë i sjellshëm, shumë i edukuar, shumë i thjeshtë ishte. Dëgjoj fjalë mira për familjen e tij, për nipa, për tjerë që janë, për shembull, është janë të mrekullueshmi ka të gjithë. Aktiv, bile pyeta këto dita, janë aktiv në këto, në vdekjen e tij, thanë absolutisht po. Deri atyre është e hapur 24 orë, kush don me shpreh ushtime ke shtëpia, po thonë si kanë pasardhës të sjellshëm, të mirë, dhe është diçka e mirë dhe u gëzohen kur pasardhësit e Kol Gojçajt janë aktiv, janë të dashur e sjellshëm. Të nderuar teleshikues, folëm për largimin nga kjo jetë të Kol Gojçajt, i cili rrjet nga një familje e madhe me vepra të mëdha. Mirupafshim në emisionin e radhës me një emision të gëzueshëm për të folur në emisionin Malësi e Madhe Pëllambethësar. Deri atëherë, mirupafshim, falenderoj në emrin tuaj zotin Gjon Lekaj për këtë kontribut, solli për këtë informacion, solli për bashkëdhetarin e tij, por njëkohësisht edhe si veprimtar barkombëtar shqiptar. Të falenderoj dhe zotin Gjon Lekaj dhe mirupafshim në një emision tjetër. Mirupafshim. Faleminderit. Në emision më të gëzuar. Po, më të gëzuar.